mbetet që opozita tu gjej zgjidhje emergjente. Opozita është ajo që qeniroja i demokracisë. Kështu thotë. Opozita është që duhet të mobilizojë njerëzit, të na krijojë besim që po vjen një lider tjetër, një organizim tjetër, që të stopojmë, meqense thonë që një qeveri arrogante. Si ta bësh? Me kë? Me doktorin. Mbas këtë rolin e Partisë Demokratike si opozitë do ta marrin këta të rinj tani. Kush të Partia se Berisha nuk ikën, po. Po nuk e don vite ajo, don vite mas 20 vitesh, nuk don lider do krijuar, po do t'i hapish hapësirë, doktori. Ai është djegur, ai ka frikë tash, përveç arsyeve që thonë që ka interesa personale, po nuk e besoj. Se ka nisur një lobim 2 vjeçare me kontratë 2 vjeçare. Por partitë e reja duan disa vite. Plus saj që lideri lind, është edhe lindur. Duhet që doktori vetë ta hulumtoje, të leje të lirë, dike, dhe t'i leje të lirshmëri. Ai të deputet natyrisht, po doktori ka edhe gen brenda vetes, nuk ri dot. Nëse ti je kryetare e Partisë Demokratike, nuk do më foloj, të pyet për kryetare partie. Kjo është e keqe. Do të tërhiqet. Do të lesh të rritet lideri. Si? 2 lider, 2 koka, s'ka 2 koka. Rrimi i kokat, kokë e vjetër, pa fyer për moshën, se moshën nëse mund bëhem unë, nëse do zoti 82 vjeç, do më duket vetë ja them, o jam i ri, por ka një kështu fizik. Si tash, 82 vjeç. Njeriu janë ca kondicione edhe biologjike, natyrore që nuk mund të përballë një fushat të madhe. Nuk mundet edhe fizikisht. Pra do një moshë tjetër. Po ky Krisla Civita, si ka mundësi që ai do flasi, besoj, do flasi. Po foli, ka vjedhur narkoregjimi. Po mirë, do flasi 2-3 gjëra, justifikon kontratën, merr parat, ikën dhe shkon me pushime në Las Vegas. Në rregull është, po. Kështu janë kontratat e lobinjve. Kështu kanë punor PS-ja, PD-ja, gjithë nuk kanë një gjë të re këtë punë. Marrë parat, ikën, firmos kontratën. Për herë të parë në këto zgjedhje hyrin Loj Spaku. Pejgjë. Unë mendoj që Spaku ka mbledhur fakte. Kanë nxjerrë disa indicio këtë ditë, disa gjëra, disa arrestime në Kuks duke të firë, në Shkodër kontrolle, po do vazhdoj prapë. Unë e di me informacionet e mia të pranueshme të kufizuara që do ketë pak spektakël në javën në ditët vazhdim, se kanë mbledh dosje ringjizime. Do prishin festën e fitores tua? Nuk e di këtë, po nga gjitha kampet besoj që do ketë ngjarje. Flitet për emra apo nga mos më kërkon me tepër se ky është informacion konfidencial, sensin siç ka ndodhur deri tani për shembull. Di që Spaku do bëj shembull. Do bëj shembull. Do bëj X që të mos guxojë njërin zgjedhje të tjera që thotë të shpërndaj para, të shpërndaj interesa. Dhe do bëj shembull dikë, nuk e di se kë, por besoj që po, që nesër të futet, dhe që nesër pas nesër të futet frika nga prangat, që nesër nga frika kthehet në ligj, në edukat pune. Si mund të shkojë në zgjedhje duke me para në gjet? Nuk lejohet. Kjo është shkelje edhe ai qytetar që harxhon votën e vet me 100-200 euro, kjo është një turp i madh. Unë një vot kam. Atë vot nuk e jap për ty ose jap për këtë djalin apo dikë tjetër. Pra, kjo edukat qytetare nuk ka edhe edukat qytetare. Pavarësisht se mafia dhe politika kanë ndikuar për ta prish këtë edukatën e votës. Institucioni i votës, e nderuar kolegës e tij e re, e shprish nga i pari në 26 maj 1996. Pra maj si vjet, maj 1996. E shprish atëherë kur Berisha hyri dhe sakatoi opozitën, kur vodhi kutitë e votimit, se deri atëherë nuk i ka prek Berisha zgjedhje. Edhe 92-shin. Edhe 1994, Berisha ishte në pushtet. Ishte projekt kushtetuta. E humbi projektin kushtetutën. E humbi. E u soll 2 ditë njerë derisa e pranoi, sa nuk preku vota, nuk vodhi vota. Kur e pa që vota është kundër tij, futi shikun policinë e shtetit për të vjedhur votën. Dhe pastaj e perfeksionoi Ilir Meta, Fatos Nano, Berisha i dytë, Rama i tretë, etj. Dhe u kthy në art kjo e votës, kjo e prekjes votës. Se vota si rregull mund të ndodhi tek tuk ndonjë kështu. Ja një votë, po jo të kthehet edukat, si të marr vota, si të manipuloj votat. Jo, kjo është gjë e keqe për Shqipërinë, për demokracinë. Po këtë i pari e ka bër Berisha. Ja, pyet këtë duash. Kush është maj i vitit 1996. Unë kam qenë gazetar edhe me gazetën Koha Jon, që kemi shkruar, edhe me disa kolegë tjerë që i përmendem ose janë jashtë kësaj studio, që kemi zitë ullirit përballë shtetit, për të thënë të vërtetën. Kërcisë Dajaku mbi gazetarë, djegje redakcisë, arrestime gazetarësh, hedhjen drejtor shtëpisë. Kështu që
Edhe këtë që thonë, mundon t'i bëjnë dy epokat, maj 1996 dhe maj 2025 janë njëjta gjë, nuk e njëjta gjë. E ishte e dhunshme. Këtu mund të ketë e sofistikuar, djallëzore, edhe dënueshme, por atëherë kërcisë druri, rraje, ku kishte llafë, vitet kapte për zhelish. Na kanë marrë kutijet me Aleksandr Franka që ishte atëherë në fushat, na kanë shqyrë, na kanë coptuar. Dajak me dru. Kështu që nuk janë dy kohë që mund të krahasohen, janë si nata me ditën. Po kryeministri Rama pas pak do të mbaj fjalimin e fitores. Te mbreti, te Skënderbeu, se mbreti tek mbreti. Mbreti po e the, mbreti te mbreti, kështu që ka fitore të mëdha më ndërruar. Tani edhe ju po t'jeni, edhe unë po t'jem me i fitore të mëdha, edhe unë ndjem si gjysmë mbret, megjithëse jam pa shumë eksperiencë. Ndjem se unë jam me do populli. Tur më do më lidhe, do flasi, nuk di që do thoj, po besoj që se tha edhe njerë, s'po gjej do të fjalit, që se pe statusin e Ramës sot, s'po gjej do të fjalit që do them. Aja kanë menduar shumë mirë, po ai shpreh gjë tjetër. Po si doli dhe ajo letra që u insinua si fillimi fjalimit. Kështu që e dashur Tiranë, Shqipëri e shtrenjtë. Kështu që zgjedhjet kanë mbaruar, opozita është dërmuar, alarmi është vënë për demokracinë në Shqipëri, për opozitën e shkatruar, që është vetë shkatruar me saktë. Tani, kjo heshtja nga Washingtoni, mos ka lidhje që po ja bëjnë në thonjza si nder, me qënë se ka paguar gjithë ato para Partia Demokratike, apo s'ka lidhje? Me lobimin e kam fjallën. Se besoj, deklarat do të ketë patjetër, nuk e dim thelbin e deklaratës, do ketë, ato janë të kujdesshëm për se është shteti më i fuqishëm në botës. Do marrin informacion siç kanë marrë nga OSBE, Odiri, nga BE-ja, gjitha njerëzit e vet. Besoj do jetë në thelbësi BE-ja, që disa sugjerime, por që zgjedhjet do njihen. Nuk ka zgjedhjet mos nuk njihen. Pret të ndodhi gjë te protesta kur janë liderët e Europës këtu? Në 16 maj? Asgjë. Çfarë do ndodhi? Se kështu tha. E para një herë ka qelluar që para 2 vitesh ka qenë kur ka qenë që ndodhi incidenti me Berishën, ishin liderët e Europës, u protestua dhe precipitoi gjëja. Por atëherë, edhe për arsye sigurie, rrallë se janë gjithë liderët e Bashkimit Evropian, janë gjithë kryeministët e presidentët. Edhe ju po t'jeni në pushtet, ke detyrim ligjor, edhe miqësor që i ke ftuar miq që të kesh siguri, domethënë perimetri i sigurisë është absolut. Ju keni pa njoftimin e policisë, as makina s'lejon, as gjithçka bllokohet. Kështu që edhe këta për hir të sigurisë, do gjeti edhe pretekst që do vende një korridor tjetër policor. Bllokuar që nga arena si nga do futen. Nuk do t'i lënë me hyj fare kurkun. Nuk e besoj fare. Për arsye sigurie natyrisht, por edhe indirekt që të mos natyrisht ato gazetarë ka tuaj do filmojnë, do regjistrojnë si lajm do dalë, si nuk mund të arrish aty në skutët ta qosh ta mbyllish. Por fakt nuk ka për të ndodhur gjë. Plus sa që edhe të dërmuar, që po ti ishte ta zëm aty bilanci rezultati ishte për shemb 67, 68 me 72. Aty do ishte do kishte plas pushka aty, nuk të falte Saliu. Por është diferencë e madhe, është 83 mandate më ndëruar. Është shumë. Bile ta thash edhe një herë, un prisja fitoren, po jo kaq thellë. Sepse gaboj ai që tham fillim. Tani do ma thuash pak, nuk është mirë kaq thellë, nuk e prisja kaq thellë. Kjo fitore kaq e thellë, çfarë do të thotë realisht për një vend si Shqipëria? Mandati 4 i një qeverie, fitore kaq e thellë, pas shumë aferave, pas shumë Më fal, në gjithë analizat një veprimtari të gjerë të spakut, sidomos në radhët e të majtëve. Nga gjithë eksperjenca, konfirmohet gjithmonë e më bindshëm. Nga gjithë eksperjenca politike europiane dhe botërore, si rregull nuk ndodh që të shtohen votat, por këtu është një rast i veçantë që duhet parë nga analizat dhe politologët se si, por edhe një herë përsëris, për 10-ën herë që faj natyrisht ka qeverisja sa të duash, ka Edi Rama të falenderoj Sali Berishën thotë. Rama do të mbaje Berishën në plumb të dorës në pjatë të argjend. Po pra, sot në fjalimin e fitores tani si faleminderit Sali Berisha se kështu. Besoj po të isha unë kështu do bëja. Faleminderit Sali, sepse po të ishte opozitë tjetër, po të ishte lider tjetër, po të ishte frymëzim tjetër, opozitë tjetër, edhe një herë ta them, absolutisht atë që përsërita për 50 herë mund të ishin jek gjërat. Jek do thotë aty, plus minus. Por prapë për demokracinë ishte një sukses i madh, pse se kishte një opozitë solide.
Tash opozita del sa të marrë veten do fillojnë probleme pavarësisht tham nuk do kenë shumë kurajë, po sa do kudo do fillojë të lëvizi pak. Më mirë se janë pak të shokuar, pak në do lëvizi pastaj sepse ato ka një statut në PD. Ka humbur zgjedhjet. Apo ja, do ta zbatoj thua Nenin Basha të famshëm? Se di, këtë nuk e di. Do ta zbatoj, ai ka thënë që nuk do largohet kotosh kjo pyetje. Po normalisht me edukat politike, me një normalitet evropian, njeriu që humb zgjedhjet e ke pa në Europë jep ndërheqjen, ikën vjet tjetri, ka të tjerë sa dur. Ishte në Gjermani që dha, iku Merkel, erdhi tjetri, fitoi ky kryeministri kancelari që kishin polemikat. Mersi, Mersi, iku Mori tak fitoi zgjedhjet, po ikën tjetri, dorëzon, ikën. Është të pyeta, mbeti jashtë parlamentit Ilir Meta. Ilir Meta për mua bëri gabim. Për mua. Nuk duhej të refuzonte listën e mbyllur. Ai besoi ka menduar me atë po pse të hynte pa merit tek e fundit? Nga qelia atje mbyllur, ja, falta. Për mua do të ishte koalicion. Se Meta para 3 vitesh, 4 vitesh i dha siglin e partisë 3 vite kur i dha Salim, që e sollin loj. Kështu që një nder po e quajmë nder politika. Po mira, ai vetë refuzoi. Po vetë refuzoi, po bëri gabim pra, unë pasëm bëri gabim. Bëri gabim. Dhe tani kjo tregon edhe gjë tjetër se pa kaq vota, domethënë strukturat e partisë nuk janë ekzistente, janë të mbaruar. Kjo ishte shuarja e plotë e Partisë së Lirës? Nuk e them në detaje, në kështu në të prerë, sepse aty ka në fund disa deputet që ta mbrojnë, se mos gabojmë është. Po mirë, u futën listë mbyllur nga Partinë Demokratike ato? Në parlament do jenë në emër të Partisë së Lirisë. Po patjetër, po edhe Tedi Blushi, mos gabojmë, kanë në Elbasan Agjinaston, është në Firë duke numri 2, janë 5-6 deputet pak a shumë. Por Iliri për mua 3 ose 4 janë. Për mua Iliri gaboi, kaq. Okej. Gaboi. Tani unë besoj se i tham të gjitha. Mbaruan të gjitha, s'kemi çfarë. Mbaruan të gjitha. Ti e nise dhe bitise me thirrjet për Sali Berishën. Unë shpresoj shumë që ti të dëgjoj dhe opozita, Partia Demokratike të reformohet një herë e mirë tashmë. Ka ardhur koha. E nderuar, e keqja për herë në një vend normal demokratik, nuk themi në diktaturë, është pushteti. Për herë e keqja. E keqja me që dutruhemi nga pushteti. Po në këtë rast, ky pushtet që thonë jo kështu e vjen për fajin të opozitës. Ta thash edhe një herë, opozita tash është e keqja momentale që duhet korrigjuar, duhet shëruar, duhet vend shërumi, duhet gjetë një zgjidhje. Nuk vazhdohet kështu. Thash, se mbreti e thanë tash, mbreti, Rama. Çfarë të doj bëj, s'ke që bën. Me ndërkombëtarët e ka mirë. Votët i mori, pushtetin e ka, reformimin pas pse ne reformojnë në thellësi, në struktura, në parlament e gjitha. Çfarë do bësh?